Tani të vim pak tek procesi që kanë ndjekur investitorët dhe si është qasur administrata shqiptare. Si që thashtë ata u paraqitën për herë të parë në Shqipëri në 2023, pastaj vazhduan me shtetin bisedimet për Sazanin dhe vazhduan me privatët punët e tyre. Projekti nuk u miratua në formën e paraqitur fillimisht. Aplikimin e tyre të parë, ata e kanë bërë pranë Agjencisë së Zhvillimit të Territorit në datën 10/9/2024. Pra jemi thuajse 2 vjet përpara. Dhe në mbledhjen e datës 25/9/2024, KKT-ja e ka rrëzuar projektin dhe ka kërkuar që të zvoglohet intensiteti i ndërtimit dhe të sigurohet ruajtja e lagunës. Janë të shkruara këto, janë në proces verbale. Dhe projekti, gjithmonë flasim për konceptin, nuk flasim për projektin e ndërtimit, flasim vetëm për masterplanin. Është miratuar vetëm pasi janë plotësuar 1 nga 1 kushtet e vendosura. Në vitin 2024, nuk u miratua një projekt arkitektonik. Dhe nuk ka asot që flasim ne dhe që juve jeni zëmëruar me të drejtë për çka keni dëgjuar, po tani më dëgjoni mua. Sot që flasim, nuk ka një projekt arkitektonik të miratuar. Nuk ka, nuk ekziston. Çfarë shihni në për filmat që i prodhojnë ata që duan t'ju nxisin sa më shumë duke shfrytzuar pikërisht ndjenjën e pastër tuajën, janë të krijuara si walk the dog. Leja e masterplanit ka përcaktuar zonën zhvillimore, parametrat teknik dhe urbanistik. Dhe pasi u refuzua projekti, investitorët kanë angazhuar 5 studio ndërkombëtare nga më të mirat në botë. 5. Janë 5, nuk është 1. 5. Emre Arolat Architecture, studio e njohur për vepra në zona me karakter trashëgimie, është K Studio, Emre Arolat nga Turqia, K Studio nga Greqia, është studioja Big nga Danimarka, është Kengo Kuma nga Japonia, është dhe studioja Jean Nouvel nga Franca. Bashkë me këto studio, kompania ka angazhuar një grup i inxhinierësh nga më të mirët në botë dhe ka angazhuar njëkohësisht dhe inxhinierët e mjedisit që sot që po flasim tani, që flasim vazhdojnë punojnë për të paraqitur studimin mjedisor. Nuk e kemi të paraqitur akoma studimin mjedisor, e kuptoni apo jo? Domethënë lufta zhvillohet sot për sot vetëm me një gjë konkrete, me një gardh të shëmtuar skandalos me tela me gjëmba, për të cilin kompania që ka marrë përsipër këtu të bëj gardhin, do paguaj një gjop të majme. Dhe natyrisht, pastaj për atë dhunën për të cilën ajo kompania tjetër nuk do punoj më në Republikën e Shqipërisë. Në ndërkohë, keni parë që kanë ardhur investitorët. Ka ardhur dhe Zonja në Vlorë. Nuk ka ardhur në Vlorë për të bërë pushime, nuk ka ardhur në Vlorë për të bërë fotografi. Ka ardhur në Vlorë me të gjithë grupin e arkitektëve, të gjithë bashkë, inxhinierëve, dhe kanë bërë gjysmëdite dëgjes me profesor të etnologjisë, me profesor të gjeodezisë, me profesor të historisë.
këtu në Shqipëri, profesorët janë gjallë, të cilët kanë folur për të gjitha këto aspekte dhe aty një grup i madh njerëzish ka dëgjuar, ka bërë pyetje, ka marrë shënime.